Një studim i fundit për lakrën ka dalë në konkluzionin se ky perim është një ilaç biologjik. Në fakt, dikur gjyshet tona e shtypnin dhe e lidhnin mbi gjunjë të enjtur ose mbi shpinën e lodhur, dhe menjëherë ajo sillte efektin e saj lehtësues. Por shkenca thot se lakra fshe brenda vetes një mekanizëm biologjik të sofistikuar që konkuron edhe terapitë moderne. Shkencëtarët sapo kanë zbuluar se lakra nuk është thjesht një grumbull vitaminash dhe antioksidantësh. Ajo përmban disa mikro-RNA bimore, që janë molekula të vogla genetike, si mesazhe të koduara. Copëzat e vogla të lakrës kontrollojnë ndezjen dhe fikjen e gjeneve tona. Por befasia më e madhe është se kur ne e konsumojmë ose e vendosim lakrën mbi trup, këto molekula të vogla mund të kalojnë kufirin midis mbretërive biologjike nga bimat e njeriu dhe të lidhen me gjenet tona duke ndryshuar shprehjen e tyre. Pra ky nuk është thjesht një efekt i një kremi që mpin dhimbjen, as thjesht kapja e radikaleve të lira, si çdo antioksidant klasik. Ky është një efekt biologjik sipas shkencës, i drejt për drejt në nivel gjenetik. Në gjuhën moderne të farmacisë, ky e ngre lakrën në nivelin e ilaçeve biologjike, të cilat zakonisht kushtojnë mijëra euro për të modeluar gjenet dhe imunitetin. Ky zbulim hap një faqe të re për mjekësinë. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm me vitaminën K, C apo kalium dhe magnez, por me RNA-n inteligjente që bima na dhuron. Dhe kjo është shumë më tepër se një folklor, është një shkencë moderne që po na kthen syt nga thjeshtësia e natyrës.